Ndotja e lumit drin prej kosh është një ndër shqetësimet më serioze mjedisore në qarkun e Shkodrës. Mbetjet e ndryshme urbane, injertet kryesisht plastika dhe ndotjet e vazhdueshme përgjatë brigjet e lumit po dëmtojnë ekosistemin, duke krijuar pasojë drejt për drejta për florën, faunën dhe komunitetet që jetojnë pranë tij. Ekspertë e mjedisit shprehen se duhen bërë ndërhyrje të menjëhershme dhe të merren masa konkrete për përballime kësaj situate, ndërkohë kërkohet edhe ndërgjegjësimi i komunitetit. Mungesa e koshave të plerave, infrastruktura apo aksesi për t'i grumbulluar nuk janë thjesht vetëm përgjegjësi e pushtetit lokal, por është edhe vetdia e komuniteteve që nuk duhet të ndodhin këto përraj apo lumej që kalojnë afër zonave ku ato banojnë, sepse në fund ato derdhen pikërisht në bazenet lumore më gjëra, siç është edhe kaskada Lumi Drenj, po grumbulluesi apo akumuluesi këtyre mbetjeve kryesisht plastike. Prandaj është një shqetësim jo vetëm tashmë fillimi i sezonit turistik, një imazh i keq për Shqipërinë në sytë e turistit, por edhe është një, do ta konsideroja, katastrofë mjedisore, sepse pasojat janë jo vetëm në gjithë ekosistemin ujor, por të gjitha gjallërisat në ujore dhe të gjitha afektojnë apo ndikojnë edhe në shëndetin e njeriut, sepse njeriu është shfrytëzuesi këtyre burimeve ujore, jo vetëm për ujë të pishëm, peshkimi, lëndrimi, ujin që përdorin për vaditjen e tokave bujqësore. Është një shqetësim që kërkon më tepër monitorim, sepse dëmet që shkaktohen në mjedis janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Brigjet e lumeve në përgjithësi, lumet në përgjithësi, hedhja pa kriter e mbeturinave, sidomos atyre le ta quajmë plastike, janë një shqetësim mjaft serioz. Dhe këtë e kena vërejtë, domethënë që një pjesë e madhe, dashje pa dashje, ofisë i gjithë rrjeti hidrografik shqiptar që nga linja që shkon drejt perëndimit në detin Adriatik, në kryqëzardhjet e lumeve, dashje pa dashje, çdo gjë na kthehet mbrapsht. Dhe realisht është një problem jashtëzakonisht të shqetësues, që nuk duhet mesin vetëm në kuadër në sensibilizimit. Duhet të ketë një kontroll dhe një monitorim më të madh të territorit, sidomos përgjatë brigjeve të lumeve, dhe dashje pa dashje, domethënë, ajo pjesa tjetër është që edhe ne vetë njerëzit duhet të jemi shumë më të ndërgjegjshëm në këtë lloj aspekti. Është një problem i cili prek lumin, prek natyrën, prek ekosisteme, prek edhe shëndetin e njerëzve. Sepse bëhet fjalë për lumin më të madh që ka Shqipëria, lumi i cili përfshin shumë qytete, shumë bashki, shumë liçene artificiale dhe liçene që janë bashkime të ndryshme gjatë vitit saj. Është një problem i cili ka shkaktuar shumë shqetësime për popullatën tonë, por edhe për turistët, sepse mos harrojmë që ky lum ka lënë pjesën e thjeshtë të Komanit në liçenet malore më të vogla që ka Shqipëria. Për liçenet malore më të rëndësishme turistike që ka Shqipëria, sepse shumë turista vinë vetëm për këtë liçen dhe gjejnë këtë katastrofë. Por nuk ka vetëm një shqetësim turistik, por është një shqetësim ekosistemit, sepse bëhet fjalë ndotje masive, një problem i cili ndodh gjithmonë kur ka prurje të mëdha rreshtë ose kur shkojnë bora, por gjithmonë prej muajit nëntor deri në momentin që flasim, ka një ky problem i vazhdueshëm. Ekspertët bien dakord se drini ka nevojë për një plan të mirëfillt rehabilitimi dhe jo aksione sporadike, në mënyrë që lumi të mos mbetet peng i premtimeve, por të rikthehet në një pasuri të mbrojtur.